e ka hapë zyrtarisht dhe derisa ne këtu po flasëm, ajo është duke negociuar me të gjitha pakicat dhe jo pakicat për të arritur numrin nga 53 në 54 se 55, sepse këta e kanë vetëm 53 vota deri më tani. Okej, Berami qëndron me neve, këtu do të marrë me një replikë se e pash Kraki dëshiron të reagoj, a ka drejt Berami, a jeni ju ata cilët e keni krijuar këtë situatë, apo është pjesa tjetër e opozitës? Ma jep në dy ekranet, lutem. Unë tash, deri tash kam folë prej Parisit, ka herë prej këtu, po sot po flas me si dëshmitare aty live. Po që dy të keni qenë dëshmitar, këtu e dini gjë. Bile jo shumë largë. Me një salë keni qenë sot? Jo, në fakt, kjo situatë u kriju me, në fakt, unë mendoj që edhe PDK, sikur ju bo bish LDK, se këta priten pak, disa sekonda latencë ka pas aty, kur me mimetizëm veprun. Mu duk që këta veprun me mimetizëm, e pan LDK-n që ndurët për jo, kundër tani këta tha një gjithë, okej, hajtë edhe na jo. Thotë edhe këta janë gjithë dyqyshësin habi. Ka plot njerëz aty brenda këtyre që thanë jo, që janë habit me dorën e tyne. Kështu që situata u kriju nga partitë opozitare, në fakt. Ne e qumë dorën për që ajo të kalohej, dhe do t'i konvenon të gjithve, do t'i ishte mirë për respekt mas pari për institucionin, dhe kushtetuta respektohet duke leju shtetin me funksionu normalisht. Dhe flasim pastaj për dhunimin apo jo të kushtetutës, për kështu ishte vakia, kështu ishte ngjarja. Ju e keni shkelur kushtetutën? Po jo, s'ka shkelur kushtetutës kur ti voton për verifikim dhe validim të mandateve dhe tjerë të refuzojnë. Berami, urdhro? Kundër përgjigje. Tash mu po më fascinon kjo aftësia e Krakit me ditë se çka ka dashur në bodë grupi parlamentar i PDK-s. Unë thash mu më duk, se më keni ra kështu anësh. Edhe nga këtu ku jam një thirrje për agim batirim, jam rrugë furdhat lëvizjeve të vendosë se janë hinë halucinacione dhe paranoja. Çfarë këpurdha po kërkon asi të Amsterdamit? Kjo mundet me verifiku me video. Kushtrim, nëse e gjenë videon e votimit, edhe nëse nuk konfirmohet kjo latenca kohore. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë përfaqësuar nga njëri ndër ekspertët më të mirë juridik që është përparim Gruda, edhe përparimi